Thonë të vërtetën, ne ishte vlerësu maksimalisht, duke pas parasysh se objektiva tonë kanë qenë minimumi është play-outi, por djemët ishin ndoshta mbi ngarku më tepër se sa duhet dhe me shumë vështirësi e nxorën golin. Por gjithsesi krijuam shumë raste, patëm shumë mundësi me shumë fishur rezultatin, po futbolli kapte. Keni ndeshjen e fundit me Basanin e Përshas. Si e përshikoni? Do ta vërsoj maksimalisht, normalisht nuk kena se ne investojmë kërken, sepse ne jena me shkuar atje. Ne arrijmë atje qëllimin dhe pastaj çojmë në fazën e play-outit si do shkojnë gjërat, sepse ekipi ka punuar gjatë gjithë sezonit, realisht kemi pas ekipe shumë forta përballë. Në këta dihet Lezhë është shumë organizuar dhe është shumë pagume, se po flas tash me gjuhën popullore. Dihet se buxheti i tyre se sa fish është më tepër se sa joni. Por gjithsesi ne kemi arritur objektivin kur ik veni i parë pretendohet për me kap fazën play-out. Në rast se fitoni në ndeshjet e play-offit, të bin ky ekip për valor? Unë mendoj se ekipi ka shumë mundësi për jo më lart, por unë kam llogarit tek këtë vit me këtë ekip, unë kena punuar se me mbështetjen kryesisht të kryetarit të bashkisë dhe këshillit bashkiak, që na kanë shumë korrekt me gjithçka pranë ekipit, them se ky ekip e meriton me qenë më lart. Gjithsesi nuk unë flasim para kohë, shpresojmë që të arrijmë objektivin. Po, ju me sukses. Faleminderit.